Kalojmë tek zhvillimet në Shqipëri, në zonën fushore të Nën Shkodrës, e cila gjatë vitit të kaluar u përfshit disa herë nga përmbytjet masive, prej disa javësh po punohet për riaftësimin e sistemit mbrojtës. Kështu në fshatin Darragjat të komunës së Dajçit ka nisur puna për zgjerimin e shtratit të lumit Buna, një projekt ky i rëndësishëm që realizohet për herë të parë. Ndërkohë specialistët kërkojnë që financimet e qeverisë shqiptare në sistemin mbrojtës të Nën Shkodrës të shtrihen edhe në segmente të tjera të Bunës. Korespondenti ynë Plumsula përgatiti këtë kronik. Në zonën fushore të Nën Shkodrës, prej disa javësh po punohet në 11 objekte për riaftësimin e sistemit mbrojtës, i cili thuajse u shkatërrua nga përmbytjet e përsëritura dhe masive të një viti më parë. Punimet po realizohen me financimet e Bankës Botërore dhe të Qeverisë Shqiptare. Një nga objektet më të rëndësishme ku për momentin janë përqendruar punimet është edhe zona e Darragjatit në komunën e Dajçit. Prurjet e vazhdueshme të lumit Buna kanë krijuar në këtë zonë dy ishuj të mëdhenj me inerte, të cilët kanë ngushtuar rrjedhën e lumit Buna. Specialisti i bordit të kullimit Lorenz Bicaj thotë se mendimin e një drage të sjell nga Durrësi po punohet për heqjen e inerteve nga njëri prej ishujve, duke zgjeruar kështu rrjedhën e lumit Buna. Deri tash janë kryer punime në masën 50%. Aty punon një drag e ardhur nga një firmë Blumar, e cila vazhdon thellimin e një ishulli të krijuar që ishte pengesë kryesore për rrjedhjen e ujnave të lumit Buna. Këtu bashkohet një pjesë e lumit Buna kryesor dhe krijohet një degëzim i ri për një distancë 1400 metër, e cila ndihmon shumë në devijimin e lumit Buna të ju largu fshatit Darragjat, i cili ka pas probleme të mëdha me përmbytjet që kaluan. Punimet për zgjerimin e rrjedhës së lumit Buna në zonën e fshatit Darragjat po kryen në drejtimin e inxhinierit italian Salvatore Costanzo, i cili thotë se me ndimin e dragës po hapet një kanal me gjatësi rreth 1.5 km që do të lehtësojë shkarkimet e lumit Buna. Por sipas tij, punimet duhet të vazhdojnë edhe me ishullin e dytë që gjendet fare pranë tij. Sipas inxhinierit italian të punimeve, është e nevojshme të hapet edhe ishulli tjetër, ashtu siç është parashikuar në projekt. Janë dy ishuj, thot ai, njëri ku aktualisht po punohet dhe tjetri rreth 500 metër më larg. Nëse nuk hapet edhe ishulli i dytë, thot ai, nuk garantohet shmangja e përmbytjeve në zonën e Darragjatit. Kjo do të varet nga financimet e qeverisë, pasi për momentin ajo ka financuar punimet vetëm në njërin prej dy ishujve që ngushtojnë rrjedhën e lumit Buna. Punimet për riaftësimin e sistemit mbrojtës të Nën Shkodrës nisën rreth një muaj më parë me synimin që të përfundojnë përpara fillimit të sezonit të shirave. Por një pjesë e specialistëve pranojnë se edhe këtë vit punimet riaftësuese nuk po ecin me ritme të përcaktuara dhe se ato nuk mund të arrijnë të përfundojnë përpara sezonit të përmbytjeve. Për Zërin e Amerikës, nga Nën Shkodra, Plumsulo.